Është një moment shumë i rëndësishëm për të vënë disa pika mbi i. Dakor. Mendoj unë, ëh? Po. Ti tani ke fuqitë tua të gjithë 37 vjeç është në lule të rinisër. Dhe ti mund të luajë edhe futboll në këtë moment, edhe 1-2 vjet. Jo më për politikë që mund të jesh sa të duash. Por jemi në një vend, jetojmë në një vend ku kufizimet janë i kemi përpara. Muret e rëndësishëm i kemi përpara. Dhe unë mendoj që tani nuk kemi në fushat me, ti duhet besh pak realist. Ja pse, ta në themun. Përpara ti ke një sistem që të godet ty. Sistemi që është ndërtuar. E vërtet. Si prishet këtë sistem, digje? Se nuk prishet nga dy partitë. Sali Berisha ka marrë ato që duhet, votova shkrimin e dikujt unë të një analisit një ori, si ditë është Berisha fitojnë e humbëm. Ishtë gjatë, totalisht. Tani, Berisha ka fituar, gjatë e veta që i duhen e gjithë, ama ka super fituar, ju tani si e shëmni këtë murë të sistemit, si bje këtë? Tani, ky sistem u kryua ta marri me radhë. Jo, e di pse u kryon, që t'jen këta. Po pra, po, që... Ta dy. Po. Ky i dyti s'do tani, për shkak mos do të shka gjithë, ri ky që kemi. Por ju si e thyeni këtë sistem, zotri? Sistemi ishte i vlefshëm, ja po vi. Ky sistem ishte i vlefshëm për dy palët, për sa kohë të dyja palët ishin aty. Herë njëra, herë tjetra. Se ti mendon që do ta prishin tani këta? Jo, dale, s'po mendoj, po them tjetër gjë. Okej. Tani, çështja është që aty shkruar një balancim total. Pra, ky sistem është bërë aq i keq edhe për këta që janë Partia Demokratike. Dore se ai del thotë kemi fituar çdo ditër. Po mirë, unë flas këtu për demokratët të cilët vazhdojnë ekin e emigrim edhe kanë ja 12 vite rrugëve edhe që nuk gjejnë drejtat e tyre. Unë flas për njerëz të zakonshëm të këtij vendi. Ata që shkojnë në parlament. O zotëri, po flasim që ati i duhen militantët e të gjithë, tani i duhen 50 veta, i duhet vula, i duhet militantët, i duhet njerëzit që bërtasin për te, i duhen jo tradhtarët, i duhen njerëzit e paje për te, pra i duhen këta. Dhe aji ka marrë të gjitha. Aji ka, bile, do të adishti që Saliu ka fitore më të madhe, më plebiscitare se Edi Rama. Më të rëndësishme se Edi Rama. Se ajo i duhet, më zotëri. Pra të ka hyrë, si pas meje. Dakor. Tani ti si e thye në këtë sistem bashkë me të tjerë, të zotëri? Po vi. E para njerë, për para zgjedhjeve, ju jeni dëshmitar që kam qenë për bashkimin. Tërkohës për të bashkuar një front të SRS. A që sa s'vini të studio ime, Dale. Lu erdhës dy erdhë dhe me s'vinde njeri. Ti do një tek, ata donin erdhën uzinë, kafshuan njëri tjetërin këtu, ti jo, si që ti jo. Ti e ke thënë vetë që bën mirë lapa që s'vjen, ti e ke thënë. Po njëre thash tani se bën mirë që s'vjen, thash se ata po anë njëri tjetërin. Po pikrish ndaj s'vija. Po pra. Anë njëri tjetërin. Për një arsye shumë thjeshtë. O bashkohemi edhe japim shpresën, ose qatë me uzën si qëndë. Do dalim aty të bashkimi. Tani të lutem. Një problem. Nuk e bën. Përkundër, musullën mua, larte, poshte, me kuqe, me maçe, qa. Tani, ju zoti Rakipi, më keni dëgjuar ndonjëherë mua të shaj? Të shaj. Po të fyje njeri, më keni dëgjuar ndonjëherë? Unë kam pathos, kam pasion, kam energji, kam të gjitham. Nga njërë ndosha dhe të projmur. Po kur? Edhe demagogi mas. Edhe atë mo. Po që të duash ti më mi thuaj? E ke kuptuar kaq mirë popullin. Po mi thuaj. Kaq i ri, që ta kuptosh kaq mirë popullin tonë të dash, popullatën. Po mi thuaj, dakord. Po ma thua do që kam shar njeri unë? Jo. Po që kam fyr njeri? Sta them do të. Po që kam shpif njeri? Pra nuk i kam bërë. Jo, po e ke bërë me këtë më me demagogin. Jo. Mjeshtës si ty, po ku... Mjeshtës si ty që të komunikoj me njerëzit. Asë shoku Andres e bënde do të. Dhe Edi Rama nuk e bënde do të në fillim. Kaq populizm sa kishe. Po projekcionon që unë një ditë do arri atje ku duhet. Ngrin aty, thoti. Po kështu si shtu ati? Jo, nuk e di, po... Pa do jemi gjalla, nuk e di, se po të lën këta. Se këta pas deke sikin. Jo, do vi gjithmonë vetëm për vetëm. Jo. Jo, vetëm për vetëm. E ti pse të morë këtë radhë? Se Këmbgule vazhdimisht... A do më të gjosh tani? Jo, një minut. Për Këmbgule që do një të vinje vetëm vazhdimisht, se mos me ndonjë në përplasje njëre këtu me këta. Jo. Varja tani, nuk ka rëndësi. Vish kur dua shumë. Jo, doja, sepse dua që të shkojmë të qytetarët dhe ta kuptojnë mes. Dakor, vetëm për këtë. Okej. Tani, ajo që po të them është kjo. Zotri, nëse modeli politik që duam të japim ne është të shajmë të shfifim e të hedhim balt, si që ka ndodhë kaq vite, po përse duhet të bënim rrugë të reja? Po shkonim morem në ekipet e këto, të vjetrave dhe bënim dhe masterin aty dhe doktoraturën në shpifje, balt, fyerje, edhe vazhdonim atje, pse të lodheshim. Po unë them që vëndi ka nevoj për një model ndryshe. Po i njohur, jo. Tani. Demagogu ke dëgjuar ti demagogu të shaja. Nuk shan njeri në botë.
Sillet mirë të gjitha. Po mirë, të them një gjë unë ty? Më gjë një politikan në botë, një. Ti nuk është demagog. Me mënyrën e vet. Po edhe këtu Puna demagog, mo. Ti më thoshi mua populist. Çfarë je populist, mo? Populist. Pa duhet frymëzosh një. Ti duhet popullata. Po, jo më jo. E bën shumë mirë këtë. Po jo më mirë se ty nuk e bën ndonjë. Nuk ka lidhje mo, e bën shumë mirë thot ky tani. Po ç'lidhje ka tani? Okej. Si të flasun tani? Të vit flas si doktor profesor, por shkojnë në fakultet. E bën shumë mirë. Jo, po, si doktor profesor nuk merr as. Si tani ti? As tani, as nuk merr as vota kur je në atë kohë. Tani. Si e bëj shumë mirë? Ke marrë një mandat. Si e bëj shumë mirë? Si e bëj shumë? E bën mirë më këtë. Kë më bëj shumë? Punën që bëre. Kë? Punën që fushatën. Kë? Fushatën më. Fushata ime, kish fyerje. Po jo pra thash. Kish sharje. Po pse i mban këto që i ket pozitive? Kish shpif. Jo pra. Shkova qytet në qytet. Shkove. Dale. Luajta si një njeri politikisht pa pasur frikë dhe hodha në fushën e betejës. Po pra. Shkova dhe në Kukës, dhe në Gjirokastër, dhe në Korçë, dhe në Berat, dhe në Tiranë, dhe nuk usodha si skuth politik që të vija të bëja llogari e thosha, në Tiranë ka shumë mandate, këtu marrim ndonjë gjë, punojmë në Tiranë. Mjeshtër. Në një sekond. Në Fier ka shumë mandate, aty marrim ndonjë gjë, do shkojmë në Fier. Në Vlorë kam origjinën, aty kapim ndonjë gjë, të shkojmë aty. Jo. Edhe këtë mund ta bëj. Jo, nuk e bëra. E di pse? Gabimi është. Jo, e di është gabimeve dije. E di pse? Sepse për mua, se ti në përqendrimin në 3-4 rrethe të rëndësishme, ti mund të merrje disa të kishe disa deputetën. Po kjo është pra vizioni. Shqipërisë nuk i duhet një parti enklav. Po vizion më në fund del si ruar qetur dhe mund të viziono. Ti mendon një sekond. Ti mendon që do të bënte diferencën një mandat më shumë ai mandat më pak në rastet që po flasim, ajo që unë po të them është kjo. Ne e kemi trajtuar qytetarin e Kukësit të barabartë me atë të Tiranës, sepse ky është ideali jon politik. E kemi trajtuar qytetarin e Vlorës të barabartë me atë të Gjirokastrës dhe kemi treguar që po ndërtojmë një parti që në të ardhmen do ta drejtojë këtë vend. Pra kemi ndërtuar një parti kombëtare, jo një enklav. Pse çfarë donit ju të krijoja unë? Një parti që merrte 2 deputet Tiranë, një në Vlorë e një në Fier, edhe rrinte aty pastaj në enklava. Jo mor zotri, ne kemi marrë rreth 6.000 vota, po më ndjek? Në Korçë, si asnjë tjetër më parë. Kemi marrë rreth 6.000 vota në Berat. Ne kemi marrë 6.000 vota në Elbasan. Ne kemi marrë 9.267 vota në Fier. Ne kemi marrë 6.200 vota në Vlorë. Ne kemi marrë rreth 5.000 vota në Lezhë. Ne kemi marrë mbi 4.000 vota në Durrës. Ne kemi marrë 16.000 vota në Tiranë. Pra kemi ndërtuar një parti me bazë në të gjithë vendin. Kemi marrë 1.000 ca vota, 2.000 ku diuni. Tani 1.600. Rezultati përfundimtar është një mandat. Ai në fakt edhe formalisht është mandati juaj. Formalisht dihet, edhe pse formalisht dhe ligjërisht, domethënë si thua, është mandati juaj. Njerëzit kanë votuar për Lapajt. Të njëjtën pyetje unë ja bëra dhe Arlind Qorit. Njerëzit kanë votuar për koalicionin tonë. Jo, një minutë. Kanë votuar për Arlind Qorit, ore, kush do vinë parlamenti tash se. Dhe për Dorin Andrej. Ai është djalë shumë i mirë tash që ti. Po. Arlind Qorit, po njerëzit kanë votuar ty.